Fëmia më i vogël në botë ka shkuar në shkollë. Fëmia më i vogël në botë, Charlotte Karside, edhe pse në moshën 5 vjeçe ka patur për masat e një të sapolinduri. Ajo është vetëm 68 cm dhe peshon 4 kg në këtë moshë, dhe nuk është më e madhe se një arush pellushi, por pavarësisht kësaj anomalie fizike me të cilën ka lindur, Charlotte ka ndërmarrë një hap tepër të rëndësishëm. Ajo ka nisur të shkojë në shkollë. Charlotte ka lindur me një anomali shumë të rrallë fizike, aq të rrallë sa që mjekët nuk kanë ditur as veti vënë një emër, por pavarësisht parashikimeve të tyre se ajo do të vdiste përpara se të shkonte 1 vjeç, Charlotte është goxha e rritur, e shëndetshme, aktive, pavarësisht përmasave jo të zakonta. Prindrit e saj, pavarësisht problemeve fizike me të cilat jeton voglushja, janë munduar t'i krijojnë një jetë normale. Charlotte, e cila me fillimin e shkollës sipas tyre po ja del shumë mirë mban, të përshtatet me fëmijët e tjerë, ajo mund të duket e vogël, por ka një personalitet të madh dhe ka dëshirën për të bërë gjithçka që bëjnë fëmijët e moshës së saj, pohon nëna e vajzës.